Trajneri përfaqësues së Polonisë Jan Urban do të jetë i detyruar që të bëjë përsëri një zgjedhje delikate për katërkëndorin e ekipit të tij për shkak të mungesës së atij që duhej të ishte titullari, Lukas Skorupski. Për ndeshjen e së njëjtës ndaj Shqipërisë, sipas mediave polake, ai ka zgjedhur që të hedhë nga minuta e parë në fushën e lojës portierin e Wolfsburgut, Kamil Grabara, duke e preferuar atë para Bartolomej Dragovskit, edhe pse ky i fundit për disa vite ka luajtur në Serie A. Mediat polake kanë bërë të ditur se Urban i ka besuar Grabarës duke marrë përbazë ndeshjet e nëntorit ku Skorupski mungonte përsëri. Grabara luajti në barazimin 1-1 ndaj Holandës, ndërsa Dragovski në fitoren 3-2 ndaj Maltës. Urban bëri të qartë në konferencën për mediat se Skorupski do të kishte qenë normalisht zgjedhja e parë për Portën, por ai gjithashtu bëri të ditur se një paraqitje e mirë ndaj Shqipërisë mund të bënte që zëvendësuesi i tij të kthehej në portierin për shumë vite të përfaqësuesës së Polonisë. Zbigniew Boniek, legjenda e futbollit polak, ka shpjeguar se ka të pamundur të kuptojë situatën që po përjeton aktualisht përfaqësuesi i vendit të tij, pak ditë para ndeshjes ndaj Shqipërisë që vlen një bilet për finalen e play-offit për Kupën e Botës. Në një intervistë dhënë në mediat polake, ish sulmuesi i cili shkroi historinë me fanellën e Juventusit të Polonisë, ka kritikuar zgjedhjet e paqarta të trajnerit Jan Urban. Vëmendja e tij ishte sidomos te situata e Sebastian Waluskiewicz, për të cilin trajneri Urban shpjegoi se nuk ishte ftuar me që nuk ishte paraqitur në grumbullimin e nëntorit. Unë i referohem historisë së Waluskiewicz, nuk është e qartë se çfarë po ndodh. Ka dëshirë për ta ftuar, pastaj zbulohet se nuk ishte Jan ai që e ftoi, pastaj dikush tjetër nuk telefonoi. Nëse do të ishte nevoja për ta ftuar, ata duhet ta bënin një gjë të tillë dhe pastaj ka shumë biseda për të bërë, ndërsa krijohen histori të çuditshme. Ishte e panevojshme, sidomos për faktin se ishte zëvendës trajneri ai i cili kontaktoi më pas mediat. Kjo nuk është mënyra se si duhet të veprohet, është trajneri ai që komunikon, pjesa tjetër bëjnë detyrën që u caktohet, tha Boniek për situatën e futbollistit të Sassuolos, i cili ishte lënë jashtë nga lista, dhe ai nuk është i vetmi. Sebastian po luan dhe duket mirë, por duke ndjekur Serie A, unë do të përmendja dikë tjetër. Piotrowski nuk ka qenë kurrë në një formë kaq të mirë sa është tani. Dhe kur ishte një futbollist më i dobët se sa është tani, ishte në formacionin titullar të ekipit përfaqësues të Polonisë. Është një paradoks, por është i qartë se Pribjerc e shite atë në një mënyrë të ndryshme nga Urban, tha Boniek në komentin për zgjedhjet e trajnerit të Polonisë për sfidën ndaj Shqipërisë. Trajneri i Polonisë Jan Urban doli në konferencë për shtyp në krah të kapitenit Robert Lewandowski, ku foli për situatën aktuale të kombëtarja e tij në prag të duelit ndaj Shqipërisë, i vlefshëm për play-offin e botrorit. Këtë përballje Urban e vlerësoi si një nga më të rëndësishmet, teksa u shpreh: "Kjo është ndeshja më e rëndësishme për mua, kjo është një sfidë vendimtare për ne, që nga ndeshja e parë në drejtimin tim nuk ka ndodhur asgjë që na bëj të dyshojmë se ekipi është më i bashkuar. Botërori, nuk më pëlqen të kthehem siç ishin gjërat. Në kohën time ishte më e vështirë të arrije finalet. Gjithmonë ndihemi trishtuar që kaq shumë ekipe mund të luajnë në Kupën e Botës ose në kampionatin evropian, dhe jam shumë i lumtur që pata mundësinë të luaja në Kupën e Botës." Shtyllat e ekipit. Shpresat e mia i mbështes te ekipi. Shumica e lojtarëve luajnë për klubet e tyre, kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ruajmë një ritëm ndeshjeje, po funksionojmë mirë si ekip. Aspekti atletik nuk duket të jetë problem. Gjatë kohës që unë kam qenë trajner nuk ka pasur shumë ndryshime midis lojtarëve. Talenti i 17 vjeçar Pietruszewski që luan te Porto. Është e mundur që ai të luajë në formacionin titullar, por nuk është domosdoshmërisht kështu. Nuk kam asgjë për të fshehur si trajneri i ekipit kombëtar. Nëse duhet të flas hapur për vendimet e mia, e bëj. Gjithsesi, nuk mund t'i kënaq të gjithë. Për Berezinskin dhe Gruzgiçkin. Këta janë lojtarë të këtë cilët mund të mbështetem, ata mund të ndihmojnë në dhomat e zhveshjes me përvojën e tyre, nuk mund ta blesh këtë. Kjo do të jetë gjithmonë e dobishme për lojtarët e rinj. Ata e kuptojnë se ky mund të jetë fundi i karrierës së tyre në ekipin kombëtar. Unë mbështetem te eksperjenca e tyre për të ndihmuar në momente të vështira dhe për të bërë pjesën e tyre në dhomat e zhveshjes. Vlerësimi për Shqipërinë. Të luash kundër kësaj skuadre ka qenë gjithmonë e vështirë. Kundërshtarët kanë potencial më të madh se vetë skuadra.
Lojtarët që luajnë këtu në vitin 2023 janë zhvilluar, skuadra është shumë e fortë dhe ne kemi avantazhin e ndeshjes në shtëpi. Në mbrojtje ata janë shumë të fortë, është e vështirë të krijosh raste kundër tyre. E gjitha kjo vjen në kurrizë të lojës sulmuese. Shpesh është një kompromis, duhet të merremi me pikat e tyre të forta, duhet të luajmë një nga ndeshjet tona më të mira për të imposhtur, le të luajmë më të mirën tonë dhe të fitojmë. Portieri. Mendova se gjërat po ndërlikoheshin për ne. Mendoj se Skorupski do të ishte ai që do të mbronte portën. Nuk kemi shumë përvojë në ekipin kombëtar tani. Portierët aktual janë ende duke u zhvilluar. Le të shpresojmë se do ta bëjmë siç duhet. Milik. E dim si ishte gjendja e tij shëndetësore, nuk mund të heqim dorë nga lojtar të tillë, po kemi vështirësi të zgjedhim sulmues. Objektivi. Po e trajtojmë gjithçka si një ndeshje me dy ndeshje, po i monitorojmë të gjithë lojtarët tanë, suedezët dhe ukrainasit. Nuk do të ketë kohë për këtë më vonë. Për momentin po përqendrohemi te Shqipëria. Nuk do të ketë asnjë fjalë për ndonjë kundërshtar të mundshëm. Qëllimi është të kualifikohemi për kampionatin botror. Ne duam të fitojmë. Secili ka stilin e vet të funksionimit. Nuk po bëjmë asgjë të veçantë tani për tani. Ajo që kemi bërë deri më tani ka qenë mirë. Nuk do të ndryshojmë gjërat dhe të jemi të pasigurt nëse ato do të bëjnë ndonjë ndryshim. Po ecim përpara, duke ecur përpara. Mendoj se stabiliteti është gjithmonë një gjë e mirë. Idetë e reja nuk janë të këqija, por kërkojnë kohë. Nëse shihni përparim, është në rregull, përfundoi trajneri polonis.